Mirdita. Mirdita Genti, Mirdita Inxhinier. Është një moment i veçantë sot ky për tunelin e Llogaras, pasi kemi nisur zyrtarisht operimin në qendrën e monitorimit. Apo jo? Po. Shumë mirë. Tani do të shikojmë nga brenda se si është organizuar kjo qendër operimi, duke qenë se flitet për tunelin më të madh në vend. Është një qendër moderne e cila plotson gjitha kushtet, si për sa i përket gjithë pjesës monitorimit, pra kamerat dhe gjithçka tjetër, por këtu kemi të vendosur edhe zjarfiksen me të gjitha grupet operative dhe siç e kemi thënë, tuneli është 7 ditë javës, 24 orë, kështu që edhe grupet e punës funksionojnë në mënyrë të tillë. Brenda këtyre ambienteve ndodhet gjithë shërbimet e emergjencës për rastet emergjente në tunel, ku janë të përfshirë dhe zjarfikse dhe stafi tunelit. Është një staf për afërsisht rreth 50 punonjës për të gjitha turnet, ku secili turn ka 12 deri në 13 punonjës. Ky ambient i këtu për shembull është një ambient për mbledhjet ku bëjnë gjithë shefi mirëmbajtjes, shërbimet e policisë, shërbimet e zjarfikses, ku diskutojnë raste të cilat janë problematike dhe duhen dhënë zgjidhje. Shumë e qartë. Kjo është pjesa, shikoj që këto janë gjitha ambiente ndihmëse apo jo, apo do të shikojmë nga ana e zjarfikses më pas. Shikoj që këtu ka kuzhinë. Po. Kjo është pjesa më interesante. Atëherë kjo është pjesa më interesante sepse kjo i mundson zjarfikse të shërbejnë në mënyrën më të shpejtë emergjente. Pra në raste emergjente ata nuk përdorin shkallët, por përdorin këtë tub për të qenë në gatishmëri. Pasi nga këtu është shumë afër ambienti ku do ndodhet zjarfiksja, që aktualisht ndodhet jashtë në gatishmëri, e cila përbehet nga dy ambiente ku janë pajisjet që ju nevojitën zjarfikse. Pra, dy depo të mëdha. Garazhi ku qëndron zjarfiksja, të cilën sot e kemi për në gatishmëri, në gatishmëri është lart. Gjithmonë në piket e orare. Ndërkohë që këtu kemi edhe pjesën e gjithë pajisjeve që qëndrojnë. Zjarfikset qëndrojnë lart, ku kanë dhomat e tyre të pushimit, dhe nga ana tjetër me anë të këtij tubi arrin që të aksesojnë direkt për dalë dhe për të ndërhyrë. Këto janë zonat e tjera që tham zonat e shërbimit. Përshëndetje të gjithëve, si jeni? Puna mbar, si aqane? Përshëndetje të gjithëve. Atëherë këtu jemi në sallën e monitorimit. Nga këtu fillon gjithçka. Këtu fillon gjithçka dhe këtu unë duhet të bëj disa njoftime. Dhe nga ana tjetër jo vazhdoni punën, ju lutem. Dhe nga ana tjetër duhet të them që është shumë e rëndësishme që të gjithë drejtuesit e automjeteve të kuptojnë që janë të monitoruar brenda tunelit Llogaras. Dhe javën e fundit që kemi nisur operimet, edhe një herë nga e para, kemi pasur raste të thyrjes të kodit rrugor. Gjë e cila duhet evituar plotësisht në tunelin e Llogaras. Në tunele nuk ka parakalime, sinjalistika është e plotë dhe duhet respektuar. Do ju tregojmë kamerat, sepse duhet ta dini të gjithë që gjithçka është e regjistruar, dhe duke qenë se është e regjistruar, policia rrugore ka çdo fajl nga çdo minutë i operimit të tunelit. Kështu që detyrimisht të gjithë ata që e kanë shkelur limitin e shpejtësisë, të gjithë ata që kanë shkelur rregullat e sigurisë rrugore, që është për shembull rasti i parakalimeve në tunel që është i pa tolerueshëm, duhet të dinë se do të përballen me policinë rrugore, e cila padyshim do të marrë masat e duhura. Nëse nuk ju ka ndaluar, nuk do të thotë që nuk do të vi një gjop apo një penalizim për sa i përket lejes së drejtimit. Më shpjegoni pak se si funksionon e gjithë platforma këtu. Atëherë ne kemi sistemin sistemor me 136 kamera të instaluar në gjithë tunelin, monitorojnë gjithë aksin e tunelit kryesor, dhe ndashtë të gjithë gjepat e qëndrimet, korridoret në tunelin e emergjencës, edhe dalën për tunelin e emergjencës. Njëkohësisht domethënë sistemi AI domethënë që shërben domethënë për të bërë analizimin e gjithë pamjeve grafike, edhe ne domethënë regjistrojmë aty çdo problematik që ndodh, çdo shkelje, e cila domethënë mund të jetë për shembull parakalime, edhe këto janë të regjistruar me datë, me orë, me tip makine, me gajë që dërgohen domethënë policisë shtetit si raporte. Nëse për shembull ne kemi këmbësorë që qëndrojnë ose makina të ndalura, domethënë të merren masat me operatorët, që të vazhdojnë domethënë çakullimin në momentin e tunelit. Pastaj domethënë kemi sisteme sigurie domethënë nga më të ndryshmet për pjesën tjetër të kontrollit, domethënë monitorimin e gazrave,
në tunel, shpejtësisë, temperaturës, sisteme të detektimit zjarrit me fiber, me redundancë plot, me të dyja drejtimet, sistemi i vendilimit marrë gjatë gjithë kohës monitorim, që vizibiliteti dhe CO-ja, gazet CO, tjenë në nivelet kërkuara nga standardi. Pastaj kemi sistemet të sigurisë të sosit, cilën ne marrim gjatë gjithë kohës gjitha dhanat për çdo telefonat që vjen, marrim dhanat për funksionerimet e kapura, mund të komunikojmë në kohë reale me shoferët e makinave në çdo zonë të tunelit dhe të bëjmë lajmërimet përkatëse. Çdo telefonat njoftohet në ekran dhe operatori përgjigjet për të shërbyer sa më mirë me problematikën që mund të ketë shoferi. Gjithashtu për situatat emergjente, çdo gjë është në kontroll për kalimin, ndalimin e trafikut, ndërtjen e tunelit, menaxhimin e ndriçimit, sinjalistikës, tabelave. Gjithë sistemet i kemi me backup, nëse për shembull diçka dështon, ne prapë vazhdojmë që të marrim të dhëna. Ne kemi monitorim të gjitha vendçmërimet me lupe induktive, kemi monitorim të shpejtësisë mjeteve që kalojnë, numrimin e makinave. Edhe jemi ndjenjeni të gjithë situatës se që ndodhë në portale dhe në tunel. Ne jemi plotësisht në ndjenjeni të gjithçkaje, kështu që drejtuesit e automjeteve duhet ta dinë këtë. Pra, sot u munduam që të bëjmë transparencë, unë e kërkova këtë inspektim, sepse dua që drejtuesit e automjeteve, në respekt të jetës tyre, në respekt të jetës pjesëtarëve të tjerë që kanë në automjetet e tyre, që janë familjar apo lëvizim për punë apo gjithçka tjetër, duhet që të jenë të kujdesshëm pasi ne, siç e thash më bukur, jemi në ndjenjeni të gjithçkaje që ndodh brenda tunelit. Madje edhe të nivelit të CO2-shit, se a është në nivelin e dur apo po e kalon nivelin e dur për të rritur fuqinë fise të ventilatorëve. Imagjinoni se sa informacion kemi për çdo shkelje të kodit rrugor dhe për të thënë të drejtën duhet jemi shumë të kujdesshëm pasi tuneli Llogaras është një vepër arti që kërkon që të kemi një bashkëpunim me njëri tjetrin, duke qenë se nuk është një rrugë si gjithë tjerat, janë 6 kilometra në një tub ku duhen respektuar në mënyrë rigoroze të gjitha kërkesat e kodit rrugor shqiptar. Më bëhet qefi që keni nisur tashmë nga puna edhe që i keni të gjithë instrumentat e duhur për të ndjekur procesin brenda tunelit dhe gjithashtu këto instrumentat tashmë i ka dhe policia e shtetit. Shumë mirë, punë të mbarë, ne po shkojmë po shikojmë pjesën tjetër, vazhdoni me qetësi. Tani këtu jemi ke? Atëherë do shkojmë tek ambientet e zjarrfiksave, ku qëndrojnë zjarrfiksa dhe pjesa e stafit tjetër të operimit. Atëherë, ky është ambienti ku qëndrojnë zjarrfiksat për turnet përkatëse. Si jeni? Puna mbarë. Si keni qenë? Mirë. Ti gëzoni ambientet e reja dhe më duket bashkëore, shumë faleminderit. Më duket që ju keni kushtet më të mira dhe zyrat më të mira në mbar vende dhe unë besoj që kjo qendër monitorimit bashkë me pjesën e zjarrfiksave do kthehet në një model operimi për të gjithë të tjerët. Dhe në është probleme punë. Unë shpresoj që ju të keni sa më pak Sa më pak, po ne do bëjmë maksimum. Gatishmëria duhet në maksimum. Gatishmëria është në maksimum, nuk e vënë dyshim, po ju të keni sa më pak punë. Ky është urimi. Nuk kemi çfarë të themi. Më të mira. Ky është ai ambienti që e pam nga poshtë, ku zjarrfiksat në raste emergjente. Kjo është pjesa e administratës. Kjo është pjesa e administratës. Menaxheri i tunelit, komandanti i turnit, salla e mbledhjeve për stafin e operimit, vetëm për ndodhit ose trajtimin e tyre. Urime dhe suksese në detyrën e re. Shumë kënaqësi që ju takoj sot, që keni nisur detyrën. Më bëhet qefi. Si po ndjeni? Mirë, shumë mirë. Keni punë të rëndësishme, sidomos gjatë sezonit veror, po shikoja pak nga kamerat e monitorimit që është ngarkesë e konsiderueshme dhe do vi duke u shtuar, nëse marrim parasysh që është vetëm qershor. Nga ana tjetër, jemi edhe në një moment që duhet të vazhdojmë dhe të edukojmë gjithë drejtuesit e automjeteve për të qenë sa më të kujdesshëm, sepse patjetër kodi rrugor duhet respektuar kudo, sidomos brenda një tuneli 6 kilometra. Megjithatë, unë jam shumë e kënaqur për sa i përket kushteve në të cilat ju do punoni,
që janë kushte optimale si ju edhe zjarfiksit, kështu që me krah të lehtë, sa më pak probleme dhe operimet janë sa më të mira dhe të buta pa asnjë lloj problemi. Shumë faleminderit dhe juve, punë të mbarë. Shkëlqyer. Mund të themi që janë ambientet më të mira të krijuara ndonjëherë. Jo, e di me vërtet si shumë është moderne. tani ambientet e punës janë shumë të rëndësishme, aty ku zhvillohen pra gjithë proceset tona. Të njëjtat kushte ka edhe qendra kombëtare e monitorimit trafikut. Është shumë e rëndësishme për ne që djemt dhe vajzat, burrat e gratë që punojnë kudo në gjithë Shqipërinë në të gjitha këto qendra inovative mbi të gjitha të jenë komod, të kenë të gjitha kushtet sipas kritereve të Bashkimit Evropian për të kërkuar ne pastaj nga ata rendimentin më të lartë në punë. Kështu që unë ju uroj Shumë një fillim të faleminderit. mbar. Keni nisur në momentin më të rëndësishëm. Tashmë që tuneli ka një ngarkesë shumë të madhe. Këtu do të ketë zhvillime deri në datë 15 shtator tuneli është pa pagesë, pas datës 15 shtator do të vendoset rau dhe sigurisht atje fillon një grup tjetër operimet, pra që është pjesa e kompanisë tjetër që është në varësi të autoritetit rrugor shqiptar, e quajtur Ekor, e cila do të operojë të gjitha stacionet e pagesave. Përveç se t'ju them me krah të lehtë dhe sa më pak problematika, jeni këtu vetëm për monitorim, jo për ndërhyrje. Megjithatë, shumë e rëndësishme prapë që unë të kujtoj edhe një herë dhe të kërkoj bashkëpunimin e gjithë drejtuesve të automjeteve. Është e rëndësishme në këto momente që të bashkëpunojmë dhe të kuptojmë që ky tunel ka nevojë për respektim maksimal të rregullave të kodit rrugor. Verë të mbarë dhe pushime të mbara për gjithë ata që shkojnë në jug.